allama al-insana ma lam ya'lam. Ja mësoj njeriut ato çka nuk e dinte. Ma lam ya'lam. Do më thonë, i mësoj për alemet, për botrat, për gjonat të ndryshme, çka i nuk dinte, s'kishte lidhje me to hiç, pra alem me të leme, si thomë, na të lemet, çka janë sen dhe të leme, janë botrat, do më thonë që kanë lind, se i vetmi që s'ka lind është Allahu te baraka ve taala. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pra i lem nuk është Allah, as ka lindur kon, as nuk është i lindur dhe ati askush nuk është i barabart. Kjo është mirësia e Zotit, ja mësoj alemet të lemet, çka ka alemet, dunja, gjallëni, rrotull, ja mësoj babait ton të parë, njeriu të parë në tokë që ishte. Wa allama Adama al-asma kullaha, pra ja mësoj Ademit emrat e çdo gjaje. E po unë dianik, e po unë ditur. Dhe tha tash Adem ti ki me dit, pra ti ki mu bojnë ditun. Se i pa ditun, të hanë e gërsinat, këtu s'mon bjetën këtë tokë. Pra dhe sot e shikoni, shoqëritë më primitive që mesin e stagnojnë dhe ka varfërie, ka korrupsione, ka të natëzezat e mundshme, janë ato shoqëri që janë mjetë mrapa me dije. Edhe, për shembull, nëse i shet disa udhëheqës, shkujnë i morën njerëzit më të pa aftë afër veti, më të pa dishëm. Pse? Sepse ati i konvenon me majtë padishmi në ofër. Sepse i padishmi mirë kos, mirë tamel. Por shoqëria jetë mrapa. Edhe ne nuk avancojmë si shoqëri. Edhe këtu lind rreziku dhe fataliteti i varfërisë dhe gjitha belave që i kërcënohen një vendi. E kur i merr njerëz të ditur afër veti, i merr njerëz që kanë avancim në çështjen e njohjeve të gjërave, atëherë normalisht sa i dituri nuk e pranon ato çka është e padijshme dhe çka është errësirë dhe çka është parametri. Ai nuk është dakord me atë. Kështu që ja mësoj pra ati gjërat çka nuk i dinte.